إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله أما بعد الله عز وجل فنندرم kurse salavatët dhe selamat Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë. Të nderuar vëllezër, të nderuar besimtar, sot përkujtojmë njëri tjetrin me një ushtri nga ushtritë e Allahut azza wa jall që para 2 ditëve e pa me sytë e tonë me 1 minutë e 2 se çfarë mundet të ndodh me ne. Zot na ruaj të kishte vazhdu pak më shumë. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur frynte një erë fort, luteshte tek Allahu azza wa jall duke thonë Allahumma laqhan la aqiman. O Zot, bëje këtë frymë bereqet e jo gazep. Se fryma sjell shiun. Fryma ju ndihmon anijeve të lundrojnë në det. Fryma e sjell bereqetin dhe i shton pemët dhe perimet. Fryma freskon ambientin, por fryma edhe shkatron njerëzit, kur ata bëjnë shkatrim dhe fesat në tokë. Aisha radhiyallahu anha transmeton dhe thot se një ditë prej ditëve ishte duke fry një frymë në Medinë. Tha sikur që ishte duke ndejt Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. U çun kom. Hyni në shtëpi, doli prej shtëpisë. Se zite vend i vend. Derisa u qetësu dhe filloi të bie shi. Dhe i thash, ja Rasulullah, çfarë je duke bo? Pse nuk po të zën vend i vend? Tha o Aisha, inni khashitu an yakuna qad sullita ala ummati adhaba. Tha o Aisha, frika. Kisha frikë se kjo frymë mos është një azab e një gazep që është duke i ardhur ummetit tëm. U frika se mos po shkatron Allahu azza wa jall ummetin tëm që është duke jetuar në kohën tim. O vëllezër dashur, pak shi është duke ra jashtë. Jeni duke e pa se jemi duke u kujdes që dikush prej vllaznive ton mos me u stërpike, mos me u lag jashtë. A kemi gale që dikush nga vllaznit ton është duke u stërpik me fllësirin e kamatës, është duke u stërpik dhe është duke u lag me fllësirin e komarit, është duke u stërpik me pijen e alkoolit, është duke u stërpik me konsumimin e drogave të ndryshme. A hiç gale se kemi? Ama harëm një gjë, se na duke thonë si cili le të bën çka don për vete, kur po na vjen fryma e fortë, s'po na pyet se ti a lun kazino, a je zinaqar, a je komarxhi, a je narkoman, apo je diler, nuk pyet. Për 1 minutë apo 2 të zgjati kulminacioni i frymës që na erdhi. Sa pemë të shkatrume e të thyme e të rëzume në për shtetin dhe qytetin toni, po me sytë tonë. Sa kulme na i mori fryma, sa vetura o thynë, a i kuptut një gjë, sa është fuqia jonë, gjithë na lam çdo send që i kemi, hikëm në për dhomat e tona dhe u strehum në dhomën më të sigur që i kemi. Pasuria jonë nuk bën të dobi, pu shteti nuk bën të dobi. Ku ke shteti me ndalë këtë? Ku ke gjithë armatimi madhë me pengu këtë, s'mundën o vëllezër. Kjo është një ushtri e Zotit, që s'ka ushtri e s'ka shtet e pushtet, insane e gjine mu boba s'mundën me ndalë. Ku është teknologjia me ndalë këtë frymë të fortë, që Allahu na qoj vetëm një paralajmërim, 1 minutë ose 2,
me një shpejtësi relative për 160 sa kilometrave në shpejtësi që fryn ajo fryn. Dikush e kishte haru edhe grun jashtë, dikush e kishte haru edhe thmit jashtë, se kishte ton pike dunjok, pak kiamet pam, nefsi, ma shpejt ta shpëtoj vetën. Po dhe zërdashë, kjo ndodhi. Para 2 ditëve, kjo ndodhi dhe kronika e Zejs është transparente dhe publike. Njerëzit e lanë veturat, në aleti veturët shka të dojnë të ndodhe, që pëtojmë nasë shkum. Kem të shku, o vlazën, vetëm logaritën një gjohë, të kishte vazhdu ajo, një 10 minuta, të kishte vazhdu ajo, zotë në rruj 1 orë, të kishte vazhdu ajo gjithë ditën, subhanallah, kiamet. E që flasim na, se nga shenjat e kiametit, do të vije era e fortunat. O dhe zërdashër, qka në rujti? Që të besimtarë të mire të devotshëm lutjet e tyre, që thanë o Zot këtë frym, bane bereqet e jo gazep, në ruj o Zot mos në shkatro me këtë frym, sikur se shkatrove popullin e Adit, një popull të fuqishëm, që gurin me dore kanë gdhenjt, kodrat i kanë bo shtëpia dhe pallate, halajan ato në atë vend i kun pa me sytë e mi. Allahu qatë popull, a di me qka e shkatrej? Me frym. Kusë u shkoj mendja hiç se mendoni se shumë fort janë ata, shumë pushtet kanë ata, shumë pare kanë ata. S'ka kush i ndalë mendun. Allahu bashkë kur mendun se janë më të fort. U aqoj frymen, sa që Allahu Azzu ve Gjell e përshkruan shkëputjen e kokave tyre nga trupi i tyre, thot sikur se palma kur fryn era dhe i shkëputet, ajo pjesa e sipërme nga cingi i palmës. Thot ashtu mbeten sikur palma pa deg. Po dhe zërdashër. Qështu mbeten shtëpia tona, shtëpi pa kulme. Veturat e pambrojtuna. Dyqone të thyera, kronika Zejs, dhe njerëz të pafuqishëm asgjë me bo. Dhe njerëz të pafuqishëm asgjë me bo, për pose me strehu dhe me rujt vetën. Neve në dhimet një tjetri mu lag, s'na dhimet me i thonë një vllautën, o vlla, ki frikën Allahut. Ki frikën Allahut. 2.16 miliard brenda vitit janë harxhu vetëm komar zyrtarisht. 2.16 miliard vetëm komar zyrtarisht kanë lujt ky popull. O vllazën, e jemi në Terezi. Për çdo ditë çelët dikon nga një motel. Të kemi frikën e Zotit, ta rujmë namuzin dhe nderin. Për çdo ditë modat ma qiplak janë të nonave tona, të motrave tona, të bashorteve tona. Dhe na s'kemi frikën e Zotit mi thonë, o vllazën, haram o kjo. Kjo shkon ka shkatrimi dhe degenerimi. Ja obligojmë vetes dënimin e Zotit. E ai dënimi i Zotit kur do të vije, ka mi kaplu gjithë. Nëse na nuk urdhnem ka e mira dhe nuk ndalojmë nga e keqja. Fryma kur erdhe dhe mu hoxhen mroki. Edhe shtëpinë teme e goditi. Dhe u përfshin atë frymë të madhe, Zoti na ruajti nga çdo i keq, elhamdulillah, dhe falëndrimi takon vetëm Rabbul Aleminit. Ama atë frymë edhe unë edhe ti atë gazepe pa me sytë tonë. Atë trishtim, disa minutësh, e mbaj mend edhe unë edhe ti. Dhe bëjshim dua me të madhe që Allahu me ndarë dhe me na rujt nga sheri dhe gazepi, e që Allah mos ta ban azab dhe gazep këtë frymë, se ç'bënte dua Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ama t'ja din me bo dua dhe njerë. T'ja din dhe njerë mi thonën bashortës tonë dhe motrës tonë, oje nderume, ku shkon më riti kështu? A i s'ki frikën e Zotit, be, për i Zotë Zotit. A i s'kimi frikën Allahut, mi thoni vllaton, o vlla, ku shkon më re darës më bura e gra, e s'tam dzezet keqe pa bo. Ta shveret me sy tonë, mare me këshil me një vetur. Dush me ullkryn edhe në vetur, se s'ki shka këshil për para. Mare të vjen me këshil për para, o vlazën. Që nja vjeni natë se ato motre janë tonat. Ama ku është ai bab, ai vlla,
ai bashort, ai dashamir, ai familjar, mi thonë, ki frigën Allahut, çka jemi duke bo? Se të mirat na vinë bashkë, po edhe të këqijat kur do të na vinë gjithve së bashku. A dini çka, pastaj gjithë së bashku qajmë dhe mërzitemi. Jam mërzit për çdo kulm që është lëndu, është dëmtu, është prish. Jam mërzit për çdo vetur që është thy. Sa është madh i vllazëve tonë në kësaj shoqërie tonë të mirë, e bujare. Dhe e pashtë arsyeshme dhe të obligueshme që ta përkujtoj vetveten pastaj edhe juve vllazën, se nën të mirat që na vinë, jemi bashkërtak, ama edhe të këqijat që na vinë, jemi bashkërtak dhe gjithve na ka prejë së bashku, edhe gjithë së bashku kemi obligim njëri tjetrin ta këshillojmë kur e shohim ka e keqja dhe ka ajo që është e dëmshme dhe rrezikshme për neve dhe shoqërinë tonë. Do me thonë, kur t'je ban në të keqe, une nuk tam, o vllai të bo keq, gazepi kur të na vije, 2 vekomen e ka plu. Nuk na amneston. Dhe pasojat i pat edhe të dera e xhamis, kulmi poliklinikës dhe i shumë shtëpive dhe ndërtesave tjera, e rrugës pat shumë gjëra tjera, me 1 minut apo 2 një frym që nuk është në statistikat botërore ku me ditë sa e madhe, se sa mundet me qenë fryma. O Zot na ruaj dhe na udhëzo. O Zot mos na bën azab dhe mos na dëno shkaku i gjunave të gjunaqarëve tonë. O Zot na përmirëso e na e bën të mundshme të pendohemi e të kthehemi ka dini dhe feja jote. O Zot, na fal ti, se na jemi robër, harrim dhe gabojmë. Ti e falës dhe mëshirues na fal dhe na mëshiro. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كاملين كما أمر واشكروه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم في كتابه العزيز فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.